Për rreth 30 vitesh projekti Shpresë i vjen në ndihmë personave me aftësi të kufizuar. Janë rreth 60 persona të braktisur nga familjet e tyre, kryesisht me probleme të shëndetit mendor që ushtrohen për t'u aftësuar. Drejtuesi i projektit Luigi Mila thotë se synimi i projektit Shpresë është përpjekja për aftësimin dhe integrimin e personave të braktisur. Ky projekt këtë vit kremton 30 vjetorin e themelimit, pra Silvana Vinjali, themeluesja, mendoj që t'i ofrojë diçka që askush më pas kishte mujt t'i ofrojë dhe ishte po themi elementi i familjes. Ne kemi 7 shtëpia familje që janë po themi familje sociale sepse familje biologjike këta nuk e kanë për fat keq dhe përpiqemi që ta zëvendësojmë mungesën që është familjes me aktivitete, me punë përditshme dhe mendojmë se diçka kemi arritur. Mila kërkon një mbështetje më të madhe nga shteti për këtë kategori. Kjo është një kategori që ka jashtëzakonisht shumë sfida, nëse të ta shohim kategoritë e marginalizuara, kategoritë në nevojë, kjo është pjesa më e prekshme, më njëshme e tyre. Sepse siç thash, ata janë të braktisur, janë jetim, kanë probleme mendore, kanë probleme fizike, dhe unë me binje them se edhe vetë struktura shtetërore pa ndasi majtas apo djathtas nuk e kanë tregu interesin e duhur dhe nuk i kanë respektuar sa duhet. Pra këta kanë nevojë për shumë gjëra. Rrallë parë kanë nevojë për drejta, kanë nevojë për integritet, kanë nevojë për mbështetje ekonomiko-financiare, kanë nevojë për struktura. T'i kthejnë syt sepse përndryshe ne do të etiketoheni si një shoqëni që nuk kujdeset për më të varfënit. Projekti Shpresë është iniciuar 30 vite më parë nga punonjësia sociale italiane Silvana Vinjali, e cila pas daljes në pension në Itali, jetoi dhe kontribui derisa u nda nga jeta mes personave të braktisur në qytetin e Shkodrës.